You want some donuts too? Yeah. It's not frozen. You see how it is? Yeah. Okay. Andrew, you want some too? I want this one. It's not frozen. That's not frozen, Uncle. You said you would just take a picture of it. Do you like it? Chef. Ju tregoj pak të gjitha këto gjërat që morën në Target. Kishte shumë gjëra cute si puna e këtyre dy tasave që gjeta. Një nga këto ishte $4. Mora 2 në mënyrë që t'i kemi edhe të bëjmë një set. Mbase kur të shkoj herës tjetër do marr edhe 2 të tjera që t'i bëj set, t'i kem 4 nga këto. Gjithashtu mora këtë që është për të vendosur, mora më shumë për të vendosur lugët e drurit, edhe besoj që do duket cute sepse unë edhe mikrovalën e kam të kuqe dhe besoj që do të shkoj me kuzhinën time. Tjetër gjë. Mora këtë pickle oil që është për në plazh për të nxirr. Kjo ishte $3. Gjithashtu morëm këtë sprayin që është për tiks, është për mushkonjat, por më shumë për tiks, sepse në këtë sezonin tani, sidomos në pranverë edhe në verë, sezoni i këtyre është shumë i keq këtu në Massachusetts edhe ato janë shumë të rrezikshme nëse të pickojnë. Kështu që morëm këtë në mënyrë që mund të sprejsh edhe rrobat, por edhe trupin e fëmijës, edhe t'i largosh, sepse me të vërtetë që janë shumë të rrezikshme. Përveç se kësaj, morëm edhe këtë si punë kremi, domethënë, kjo është edhe për të rritur edhe për fëmijë, dhe kjo është shumë e mirë. Kjo vjen në formë spray, kurse kjo vjen në formë kremi, edhe kjo për të larguar të gjitha insektet ose gjërat të tjera që mund të afrohen në trupin e fëmijës ose të rriturit, sepse ato tiks janë shumë të rrezikshme, siç e thash edhe një herë, edhe mund të fshihen kudo në lëkurë, mund të fshihen poshtë në brendësitë të veshit, mund të fshihen në lëkurë, mund të fshihen anash në pjesën e pasme të gjujmëve, sidomos tek pjesa e kokës, te flokët, sepse kërkojnë një hapësirë që të jetë sa më e ngrohtë. Edhe duhet i keni shumë kujdes fëmijët tani gjatë periudhës verës, pranverë verës, ti kontrolloni gjithmonë ditë për ditë, sidomos nëse shkojnë në playground ose në hapësira ka bar, edhe në wood chips, ato rrin shumë në wood chips, kështu që ja rekomendoj shumë që t'i merrni. Gjithashtu, edhe kjo është e njëjta gjë. Këto janë si punë stikera që mund të vendosësh fëmijëve tek rrobat, tek çanta. Mora 2 nga këto. Edhe i kishin marrë të gjitha, s'kishin lënë asgjë. Dhe gjërat e fundit pasaj është kafe espresso. Mora 2, kjo është me cinnamon roll, edhe ka shije shumë të mirë, kurse kjo tjetra është me espresso roast. Qa shije ka kjo? Me karamel. Dhe pastaj këto i mori Alexi janë chocolate bars. So që të jetë një mira janë me protein. Edhe no added sugar. Dhe një makinë të vogël që mori Angelo.
Të gjitha këto kushtuan diku tek $86. Alessia, ku jemi këtu? Angela, ku jemi? Në tren? I just want to see it. Yeah, me too. I'm gonna eat a swordfish. Sword. Yeah. Asnjë punket, thjesht po shijoj. Here if you want. Sa po erdhëm në postën, do të ecim kafesha të shkojmë tek restoranti ku ne do të ndalojmë më të ndërën tek. Nga sa u postën, po kemi vërdalë në të dhe pasë dhe pas për të vonë. Do të bësh në foto aty? Kjo pamja këtu është fantastike. Nuk di çfarë të bëjmë, thjesht ju lejoj që të shikoni pamjen edhe ta shijoni ju vetë ashtu siç po shijoj edhe unë. Mirëmëngjes, nga një tjetër video, nga një tjetër ditë. Për ata që e kam prerë të parë që klikojnë këtu, sepse ata që më ndikin prekosh e din, unë jam Bona, kjo është kanali im i YouTube-it, jam në YouTube prej 2 vitesh tashmë.
Nuk është se kam një numër kush e di wow followers, por e di që ato vajza që më ndjekin e bëjnë me zemër edhe unë jam shumë mirënjohëse, kështu që sot do të nisim një vlog të ri. Është ditë e diel, është dita e baballarëve, do t'ju uroj të gjithëve baballarëve të botës, veçanërisht babit tim, por edhe Aleksit, babait të fëmijëve të mi, që sepse janë baballarë të shkëlqyer. Unë jam veshur që dhe shikoni këtë vest jelek e kam marrë tek Shein edhe është super i lezetshëm, është i kombinuar me shumë lloj gjërash dhe më pëlqen shumë veçanërisht ngjyra e tij, por edhe modeli që ka me këtë jakën V kështu. Është super i lezetshëm. Flokët i kam bërë kështu rumuj siç i kam unë gjithmonë, por që kam filluar që t'i dua shumë nga çorelat e mia edhe për këtë jam shumë e lumtur. Tani do dalim sepse duam që t'i kushtojmë ditën Aleksit sot. Për gjatë ditës të bëjmë gjëra të bukura. Dje bëra edhe thonjt. Shikoni me $10. Jo me $60, siç mundi bësh në sallonet. Kështu që do marrë edhe fëmijët sepse janë akoma për jashtë, po vim vërdalla të oporit derisa të di Aleksi. Edhe pastaj do të ikim, do të vendos pak shkëlqyes tek buzët. Kjo është kështu si mask, domethënë që t'i baj buzët hidratuara. E kam marrë në ku kam marrë këtë? Në Walmart, më duket. Edhe është shumë e mirë. Kjo thot overnight, po që unë nuk kam tjetër këtu përveç se kësaj, kështu që këtë do përdor sepse nuk dua që të kem buzët e thata. Edhe le të ikim. Përshëndetje nga një tjetër ditë. U bën mbase një javë ose 2 javë që nga era e fundit që kam hapur kamerën, por që tani e kam lënë kështu, domethënë kur të më vi frymëzimi ose kur të motivohem do të bëj video sepse edhe jam shumë e zënë, tani erdhi edhe vera, jam në shtëpi shumicën e kohës, gati për 2 muaj, domethënë deri nga data 26 gusht, sepse jemi në pushimet e verës. Më në fund i morëm pushimet, më në fund është ngrohtë, jemi të relaksuar, nuk duhet të ngrihemi shpejt në mëngjes, nuk duhet të nxitojmë me fëmijët që jo t'i bëj gati, t'i bëj mëngjesin, t'i bëj çantën gati për në shkollë, drekën, e të gjitha këto gjëra domethënë që pak a shumë na stresojnë. Po që gjithsesi, tani jemi relax, kam marrë këtë pijen time që është kjo Ivi që gjen në Shqipëri. Kjo këtu, zakonisht nuk i gjen këtu, por nuk e di se ku e kishte gjetur Aleksi. Edhe unë duke bërë punën sepse shkova edhe në supermarket në Trader Joe's bashkë me fëmijët edhe mora ushqimet e javës. Nuk e di po do ju bëj në një supermarket, po mbasi thjesht u tregoj kështu në qan. Këtu kam vënë salmon për të bërë drekën, kam vënë edhe ca makarona për Alesion, kam në mashed potato që e bëra atje, edhe dreka është në rregull për sot. Tani, do të pik Ivin, do të vendos edhe gjërat në përmendje, le të organizojmë bashkë. Se për pak harrova deri të tregoj edhe këtë mikrofonin që e kam treguar edhe në Instagram. Më kishte bërë Aleksi në Amazon, edhe është shumë i mirë. Por, puna është që nuk lidhet me telefonin tim. Sepse telefoni im është 14 Pro, edhe imagjinoni tani ka dalë 17, kështu që normale që nuk do t'i bënte kësaj. Po që unë mora atë të herës të parë edhe po i bënte telefonit tim, kurse kjo nuk e di, mbase është më e avancuar dhe është për iPhone-in e fundit. Nuk e di, po isha shumë excited që ta përdorja edhe ju vetëm më dëgjonit më mirë, po edhe video të dilin më cilësore. Gjithsesi, kur të marrin telefonin tjetër, kësmet zotit, do e përdor këtë. Tani për tani do e lëm aty në kuti edhe kaq. Okej, tani do e tregoj pak edhe këto, shikoj sa të bukura janë.
këto guackat neve I gjetëm në Newport, kur shkuam herën e fundit në plazh, edhe po shikoja shumë idera në Pinterest që I ngjyenin me bojë akrilike, që është kastile domethënë për rroba, për guacka, për çdo lloj gjëre domethënë që nuk fshihet. Edhe këtë e bëra kështu, do I vendos një magnet këtu mbrapa, se mora edhe magnetet në Amazon, edhe do e vendos tek frigoriferi, që është diçka domethënë e veçantë edhe super e bukur. Tani, unë nuk kam bërë më të mirën time të mundshme këtu, sepse me këtë yllin e djallosa pak nuk kam bërë formën ashtu siç duhet, po që gjithsesi bëra këtë, edhe gjithashtu bëra dhe këtë tjetrën këtu. Këtë e bëra për besën time, nuk ju kam thënë, por unë jam bërë teze për herë të parë. Motra ime lindi një vajzë edhe emri I saj është Leora, ja ku e ka edhe emrin këtu. Duket që këtë e kam bërë me shumë dashuri, sepse t'i ka dalë super e bukur, edhe kur ja tregova motrës se pëlqeu shumë, do ja tregoj së shpejti. Edhe po, jam shumë e lumtur, nuk I kisha darë këtë lajm me ju, po që jam shumë e lumtur që jam bërë teze për herë të parë, edhe që për më tepër është një vajzë, sepse unë gjithmonë, nuk e di nëse kam darë këtë gjë me juve, por gjithmonë kam dashur që të paktën të kem një vajzë. Zoti më dha 2 djem, të shëndetshëm, faleminderit Zotit, edhe jam shumë falenderose për këtë gjë. Por që gjithmonë kam dashur edhe një vajzë, edhe motra ime më plotsoi dëshirën, edhe mezi po pres që të shkoj dhe ta shikoj Leorën time të dashur. Më vjen shumë keq që nuk do e shikoj dot baby, sepse tani është 2 muajshe, edhe ajo do jetë gati 1 vit kur të shkojmë mbase verës tjetër. Hi mama. What? I'm gonna smell salmon. Yeah, mama is making salmon, okay? I'm hungry. I'm making food. What are you making? I'm making pasta for you. Why is there pasta? Go play now, and when the food is ready, I'm gonna call you, okay? Edhe po thoya që më vjen shumë keq që nuk e shikoj dot baby. Normale që edhe 1 vit nuk është kush e di sa e madhe, por që do doja shumë tash kur e shikoj nëpër foto, më vjen që të shtrydhet të faq këtë vocë që ka që është si tallubace. Edhe duaj shumë që ta shikoj, por që kismet Zotit, vitin tjetër do e shikoj, edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Jam bërë teze për të parë sot. Duke qenë se disa nga gjërat që kisha marrë I organizova, dua t'i tregoj disa nga gjërat tjera. Nuk dua që ta bëj shumë të gjatë këtë haulin, sepse e di që nuk bëhet e mërzitshme, por që gjithsesi. Kam marrë kastaveta nga këto të vogla, sepse këto janë edhe më të volitshme, por dhe fëmijët kanë shumë qejf dhe kanë shije tamam kastaveci. Mora këtë kakaon pudër, sepse fëmijët po më kërkonin për akullorat tek dyqani, edhe kam parë disa receta që mund ta bësh me whipped cream, me atë kremin, me atë qumshin e kondensuar, edhe me kakao, po më kërkonin me çokoladë, kështu që prandaj e mora këtë. Gjitha nga këto kumbullat e vogla, fëmijët të dy kur morën e fundit I patën shumë qejf, kështu që I mirë të vjesht. Edhe gjithashtu më kërkoi edhe molli jeshile, këto nuk kam provuar njëherë, po besoj që do jenë paksa të tharta, por që gjithsesi I morën. English muffin. Bagels edhe domate. Lule shtrydhe, kjo e madhja ishte diku tek $6, po që ka goxha brenda. Një chicken broth. Krip, marinara, dhe të ëmbël edhe limone. Dhe gjëja e fundit, lulkat e mia që nuk ja harroj asnjëherë. Ditë e shtunë, kemi dalë, jo ashtu, e djelë, kemi dalë jashtë që në mëngjes,
shkuam me Dunkin, pastaj shkuam në Walmart sepse ne duheshim të bëjmë disa gjëra për në shtëpi, ku edhe mora këto pantallonat që janë shorts. Mund t'i mbash në shtëpi, por mund t'i marrësh domethënë edhe për në plazh me një bathing suit edhe janë perfect. Po janë shumë të lezetshme, janë me roll dhe stitch, ishin vetëm $10 edhe copa është perfekte, shumë janë shumë të lirshme. Edhe copa është shumë e mirë, kështu që sa po i pash tash, përse jo, kishte edhe një ngjyrë pink, ato ishin me një mackë këtu, shumë të lezetshme. Kështu, tani me vete nuk ju mora aty tek Walmart apo kudo tjetër që vajtëm, sepse ishim 600 kohës me fëmijë, duke bërë gjëra edhe isha shumë e zënë, kështu që nuk është e marrëm një gjë kush e di, ju morëm fëmijëve një pishinë të madhe për të vendosur aty për jashtë, apo që nuk e mora me vete këtu sepse erash jashtë ta fry Aleksit dhe sepse këto ti do bëj shumë lap. Edhe na duhet diçka që fëmijët të kënaqen edhe të argëtohen aty. Kështu që po prandaj e morëm pishinën, tani unë bëra ca pite, sepse duheshim të bëj ca si punë gjirësh, domethënë. Do shqyroj patate, do bëj pak mishin e pulës, sepse nuk kam mish deri. Edhe këtë që do bëjmë tani, ora është diku te 4:30 mbasdite. Nuk e di se kur do e mbyll këtë vlog, më pas e sot, nëse e mbyll sot, do doja shumë që të falenderoja edhe të thoj që të bëni një subscribe, një like, comment, share, të shëroni ju dhe bashkë të qimi në video në radhës. Bye!